Një të diel në Jaunti, një fshat i vogël në periferi të Delhit, një fermer indian i rebeluar ja zgjati dorën një shkencëtar i bujqësor që kishte vizituar. Doktor Sahib, ne do ta marrim faren tënde, tha ai. Shkencëtari ishte M.S. Swaminathan, i cilësuar më vonë nga revista Time si kumban e revolucionit të gjelbër, dhe i renditur së bashku me Gandhin dhe Tagoren midis figurave më me ndikim të Indisë të shekullit të 20. Kur Swaminathan pyeti se çfarë kishte bindur fermerin të provonte grurin e tij eksperimental me rendiment të lartë atë ditë, burri u përgjigj se kushdo që i kalonte të diellat duke ecur nga një fushë në tjetrën për punën e tij, drejtoi nga parimet, jo nga fitimi. Dhe kjo ishte e mjaftueshme për të fituar besimin e tij. Besimi i fermerit do të ndryshonte fatin e Indisë. Siç tregon biografia e re e Priyambada Jayakumar, njeriu që ushqeu Indin, jeta e Swaminathan lexohet si historia një kombi nga mbijetesa, duke riformsuar jo vetëm Indin, por edhe qasjen e Azisë ndaj sigurisë ushqimore. Si mungesa e ushqimit në Indi mbushi bibliotekat amerikane. Vite tëra politikash koloniale kishin lënë bujqësinë indiane në stagnacion, rendimentet e ulta, tokat e shtëruara dhe miliona fermer pa tokë ose në borxh. Deri në mesin e viteve 1960, indiani mesatar mbjetonte vetëm me 416 gram ushqim në ditë. I varur nga importet e çrregullta të grurit në SBA, një pritje përditshme për anijet me drithra u bë një traumë kombëtare. Mungesa ishte aq e madhe sa kryeministri atjershëm Jawaharlal Nehru i nxit qytetarët të zëvendësonin grurin me patate të ëmbla, ndërsa karbohidrati bazë të vendit orizi mbeti kritikisht i pakët. Revolucioni i gjelbër i shndroi fushat e thata në të kora të arta, duke difishuar rendimentet e grurit vetëm në pak vite dhe duke transformuar një komb në prag të urisë në një nga fuqitë ushqimore të Azisë. Ishte shkenca në shërbim të mbjatesës dhe Swaminathan udhëhoqi rrugën. I lindur në vitin 1925 në Kumbakonam, Tamil Nadu, Swaminathan u rit në një familje fermerësh pronarësh tokësh që vlerësonin arsimin dhe shërbimin. Prite që ai të studionte mjekësi, por zia e bukës në Bengalin të vitit 1943, e cila vrau më shumë se 3 milion njerëz, emocionoi atë. Vendosa të bëhem shkencëtar për të kultivuar kultura më të zgjuara që mund të na japin më shumë ushqim. Nëse mjekësia mund të shpëtojë disa jetë, bujqësia mund të shpëtojë miliona, i tha biografit të tij. Kështu që ai ndoqi gjenetikën e bimëve, duke marrë doktoraturën në Cambridge, dhe unë pas duke punuar në Holand dhe në Institutin Ndërkombëtar të Kërkimeve të Orizit në Filipine. Në Meksik, ai takoi Norman Borlagun, agronomin amerikan dhe fituesin e çmimit Nobel, varietetin gjun të grurit me rendiment të lartë që do të bëjë shtyllë kurioze të revolucionit të gjelbër. Në vitin 1963, Swaminathan e bindej Borlagun të dërgonte lloje gruri meksikan në Indi. 3 vite më vonë, në pjesë e një eksperimenti mbarkombëtar, India importoi 18.000 ton nga këto fara. Ai përshtati dhe i multiplikoi ato në kushtet indiane, duke prodhuar varietete me ngjyrë të artë që japnin 2 deri në 3 herë më shumë prodhim se gruri vendas, ndërkohë që i rezistonin sëmundjeve dhe dëmtuesve. Burokratët kishin frikë nga varësia nga gjurmoplazma e huaj, logjistikat ngadalësuan transportin detar dhe doganat, dhe fernerët u kapën pas varieteteve të gjata dhe të njohura. Swaminathan e kapërceu këto sfida me TV-n dhe advokaci, dhe duke ecur personalisht në përfushat me familjen e tij, duke ofruar fara direkt fermerëve. Në Punjabi madje në rekrutej të burgosur për të qypur pako farash për shpërndarje të shpejtë nga gjatë sezonit të mbjelljes. Ndërsa gruri meksikan me kokë të shkurtër ishte e kuq, Swaminathan siguroi se varietetet hibride ishin të arta për t'ju përshtatur bukëve indiane me maja, si nan dhe roti. Të quajtura Kalyan Sona dhe Sonalika, Sona do thot ar në hindisht, këto drithra me rendiment të lartë ndihmuar shndrimin e shteteve verione të Punjabit dhe të Harjanës në shportat bujqësisë. Me eksperimentet e Swaminathan, India kaloi shpejt në vetëmjafueshmëri. Deri në vitin 1971, rendimentet kishin dyfishuar duke shndruar uri në tepërsi vetëm në 4 vjet, një mrekulli që shpëtoi një gjenerat. Filozofia udhëhuese e Swaminathan ishte fermeri në radhën e parë, sipas Jayakumar. A e dini se fusha është edhe një laborator, dhe se fermerët janë shkencëtar të vërtet? Ata dinë shumë më shumë se unë, i tha biografit të tij. Shkencëtarët këmbëstonin sit duhet të dëgjojnë përpara se të përshkruajnë zgjidhje. Ai kalonte fundjavët në fshatra duke pyetur për lagështinë e tokës, çmimet e farave dhe dëmtuesit. Në Odisha, ai punonte me gratë e tripit për të përmirësuar varietetet e orizit. Në zonat e thata të Tamil Nadus, ai promovonte të kora tolerante ndaj kripës. Dhe në Punjab ai u tha pronarëve skeptik të tokës se shkenca vetëm nuk do t'i dhënte fund durisë,
dhe se shkenca duhet të eci me dëmshuri. Sominathan ishte shumë i vetëdijshëm për sfidat që përballte bujqësia indiane. Si kryetar i Komisionit Kombëtar për Fermerët, ai mbikëqyrë 5 raporte midis 2004-s dhe 2006-s, që kulmuan në një raport përfundimtar që shqyrtoi rrënjët e vështirësive të fermerëve dhe rritjen e vetvrasjeve, duke kërkuar një politikë gjithëpërfshirëse kombëtare për fermerët. Edhe në fundin e 90-tave, ai qëndroi në krah të fermerëve. Në moshën 98 vjeç, ai mbështeti publikisht ata që protestonin në Punjab dhe Haryana kundër reformave të diskutueshme bujqësore.